Dhe çfarë po bëhet, tash po i kthehet bumerang edhe një pjesë vëvës e asoj që kishte thënë atëherë, tani është një pozicion i kundër. Nesër mund t'i kthehet LDG-s ose PDG-s dhe nëse him me kësaj naute ne prodhojmë vetëm përçarje dhe përçarje, domethënë gara jonë bëhet kush është me përçars pastaj, jo kush ka ide më të mira. Dhe unë kam bërë së fundi një studim për çështjet e migracionit dhe nëse hyn dhe i shikon shifrat, është pak marrament dinamika e ikjes së njerëzve të ri nga mosha 18 vjeçare deri në 35 vjeçare, me familje, ekspert të shkolluar dhe ne nuk kemi vend me 50 milion banor. Por nga ky këndvështrim, unë mendoj që do duhej me kon pak ma serioz në politikë bërje dhe në adresimin e kësaj citate, e cila nëse e shen nga plani parë të gjithë japin drejt vetës. Por sepse ti nëse dëshiron të gjesh vakume i kushtetuese, ti mund gjesh në çdo situatë, sepse kushtetuta s'mund ta parashe edhe si ki më ullin karrikin, do më thonë edhe detajet më të vogla. Më të vogla, sepse sigurisht investuata pastaj është kallësia, është aftësia e liderëve për gjetë kompromis. Dhe në demokraci është, sepse në fundit edhe Gjermania, dy partitë kryesore, SPD dhe CDU janë historikisht dy partitë ma kundërshtare historikisht në skenën politike gjermane. Po është e disa herë që këto dy parti bëjnë koalicion në kuptimin për t'i dhënë shans shtetit gjerman, jo për t'i dhënë partive politike. Ata janë shumë të vetëdijshëm që këto dy parti politike duke qenë së bashku në koalicion, humbin atun për të forcuar në teren sepse janë në koalicion. Por ti dush të sakrifikosh diçka personale, diçka nga partia, për të arrujt stabilitetin e vendit, për të arrujt sigurin dhe të armën e vendit. Duat ju pyes, se i besoni se do bëhen numrat për kryetar të kuvendit, sepse dim që fillimisht duhet të ketë konstituim të kuvendit, më pastaj edhe zgjedhje të reja, po që se janë opcioni vetëm. Po nëse merrem vesh për zgjedhje, atëherë sigurisht që do bëhet kollaj, pastaj edhe çështja e zgjedhjes kryetarit parlamentit, sepse atër do t'jetë formale, vetëm do t'jetë sa për të bërë, më pastaj shpërndarja e vendit. Për të zhbërë, dhe më thonë dhe atër kjo çështje do realizohet. Po pastaj mos harroni fjolla, zgjedhjet e ardhshme do të kenë një sfidë shumë të madhe, si do zgjidhet pastaj në këtë klimë të përçarjes, si do zgjidhet pastaj presidenti, që duan 2/3. Dhe LDK-ja është meritore që qeveria nuk ra dhe që LDK-ja në fakt është ajo që ka zgjidhur presidentin herën e kaluar dhe ndoshta arsyeja pse po refuzon të jetë koalicion, ndoshta edhe ka edhe këtë llogarinë që unë bëra një shërbim të mirë qeverisë Kurti, se dihej, po mos rrinte LDK-ja në parlament, do binte qeveria Kurti, nuk do zgjidhej presidenti dhe LDK në fakt jo zyrtarisht të bë pjesë ose në mënyrë ansore bë pjesë e këtij koalicioni, ani pse nuk ka qenë qeveri, por në fakt e ka votu presidentën dhe ndoshta kanë përshtypjet që nuk e kanë marrë atë si kundërvlerë atë konstruktivitetin që e kanë demonstruar, domethënë për të nejtë në parlament dhe për ta zgjedhur presidentin. Por unë konsideroj që në këtë klimë ne do ta kemi prap problem zgjedhjen e presidentit dhe mos zgjedhja e presidentit prap na shpihen zgjedhje të reja. Pastaj do të hyshim me një farë telenovele të zgjedhjeve që masa do ketë një histori të përsëritur sikurse tani. Po dhe nuk do të kishte, pastaj do të humbte edhe vlera dhe unë mendoj që kjo do të shkaktonte një lloj zhgënjimi të qytetarit, domethënë edhe me klasën politike. Por ndoshta është edhe mirë që zgjedhjet mund të jenë edhe një tregues se si e percepton qytetari i Kosovës këtë ngërç. Ndoshta ai